është sot më e fortë se kur. Sot, Edi Rama është në një panik të vërtet, e konsideron veten në fakt ashtu siç është i pashpres, por ndërkohë bën gjithçka për të mbajtur në fije e barit. Ju e konstatoni e shifni se skandalet e ti kanë marrë dheu, janë bërë europiane dhe botërore. Vjedhjet e ti dhe plaçka e pasurive publike nuk ka të ndalur. Qëndrimi i ti ndaj shqiptarve në një kohë të vështirë kur çmimet po rriten për shkak të krizës së krijuar nga lufta në lindjen e mesme në Shqipëri, godasin masivisht shqiptar, por Shqipëria është vendi vetëm në Europë që de facto nuk ka marrë asnjë masë lehtësuese. Miliardat që inkasohen nga rritja e TVSH-s dhe që u mirën nga xhepat shqiptarëve, po rriten gjithnjë më shumë. Ndërkohë, fermerëve shqiptar ju hiqet edhe subvencioni i naftës që kishin. Pra, një indiferencë totale e tij ndaj fermerëve, një indiferencë e madhe ndaj pensionistëve, ndaj atyre të cilët nuk mjekohen dot me pensionin që marrin as 15 ditë në muaj. Indiferencë totale ndaj atyre që janë në ndihmë ekonomike dhe që u thuhet jetojnë me 34 euro në muaj. Një indiferencë totale ndaj të gjithë atyre që përdorin transportin publik, asnjë subvencion, ndërkohë kompanitë kanë përgjysmuar përdorimin e autobusave për shkak të krizës. Pra, kemi të bëjmë me një qeveri e cila funksionon vetëm për vete, funksionon vetëm e vetëm për pasurimin e antarëve të saj e rrethit tyre familjar. Ligji që parandalon, që mbron qytetarët nga abuzimi i zyrtarëve me pasuritë e tyre, quhet ligji i konfliktit të interesit. Ky ligj është rrafshuar me zero. Ky ligj nuk ekziston më. Shembullin më së pari e dha vetë Edi Rama, kur ai me firmën dhe vullin e tij i ka dhënë vllaut të vet 38.000 metër katror tokë, kur ai ka shtrit dorën e tij të zezë në të gjitha koncesionet. Miq, çdo koncesion i tij del një vjedhje e madhe e përmasave të jashtëzakonshme. Por ai nuk u ngop vetëm me koncesionet. Gropa e madhe e zezë familjare e tij është akshi. Akshi në cilën
Edi Rama, Linda Rama dhe Armand Frangu kanë patur minjerën e Floririt. Kanë plaçkitur shqiptarët në qindra milion euro. Për të realizuar këtë plaçkitje të madhe Edi Rama në vitin 2017, nxori një vendim qeverie me të cilin të gjitha tendrat në fushën e IT-s, të gjitha drejtorive, agjensive, ministrive të vendit, do t'i bënte tashmë vetëm Akshi. Në mënyrë që Akshit mos kishte më pak qindra milion, por shumë qindra milion tendera. Ergys Agasi, ju e morët vesh që vera 33.000 euro që i dhuroja Edi Rams për dreka dhe darka, shoqëroj me 200.000 të tjera. Pra, kutia e verës përmbante vetëm një shishe dhe pjesa tjetër mbushej me 500 euro. E megjithatë, Ergys Agasi apo alias Edi Rama alias Ergys Agasi është i lirë, shëtitirshëm, shoqërohet nga policia, vazhdon punimet në pronat e sekuestruara. Ligji pra nuk ekziston. Ajo që mbetet revolta qytetare. Ndaj dhe e mbyll këtë hyrje me thirrjen më vllazërore për çdo qytetar shqiptar. Të bashkohemi me datën 8 maj në protestën më të fuqishme që ka njohur Shqipëria në kryerritjen më të fuqishme paqësore kundër këtij regjimi i cili po vjedh haptas si asnjë regjim tjetër në Europë dhe në botë popullin e vet. Faleminderit. Kristi Meshini, edhe policia ndryshoi strategjinë dhe mënyrën e dhunës, edhe cilësinë e gazit, edhe dozën e piperit të ujë. Vetëm ne vazhdojmë me të njëjtën protestë këtu e 13 vjet. Pse nuk shkoni aty me makina, traktor, autobus, lërini aty dhe ikni, sepse në Europën ku duam të shkojmë, nuk bëjmë muhabet, nuk hidhen fishek zjarre, nuk digjen goma, nuk hahet as gaz as dru apo fara. Kur policia dhunon deputetët, popullin e shqyen, siç ka bërë deri më sot, por ju keni veç procedime se keni imunitetin, kurse ne populli prangat e paraburgimit. Ku është vija e kuqe për ju që do të thoshnit mjaft më, duhet ndryshimi fort? Pse qytetarët ndihen të lodhur nga protestat dhe si do t'i riktheni ata në shesh? A ka ardhur koha për një brez të ri në krye të PD-s apo jo? A është opozita sot më shumë në rrugë apo në mungesi